Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi takon Allahut Azza wa Jalla, të falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar e përmendëm që si trajtohet çështja nëse jemi për shembull në fillimin e Ramazanit. Jemi në fillim të Ramazanit ose në fund të muajit Sha'ban. Edhe si trajtohet çështja? Janë dalë njerëzit në shtete të ndryshme, vende të ndryshme, janë dalë me pohonën. Fillan muaji Ramazanit kur shihet hona e re, a kështu? Na përmend? Ndërsa tashti, si trajtohet çështja? A duhet me po kështu tham që do ta përmendi për sot? A duhet me po në çdo shtet, çdo vend me pohonën vet? A mjafton një dikush me pohonën ku do që ta shën në botë edhe këtë bota islame pasaj. Janë të obligum me agjeru, apo banë edhe me po dikush në një shtet tjetër, por nuk janë shumë të largë me atë shtet. Si trajtohet që kjo çështje? Thonë drejten, juristët islam, fuqahat islam, dietarët islam, nëse i merë me modë kështu me shumicë dhe pakicë, shumica e dietarëve të 4 mëdhëbeve, shkollave juridike, shumica e tyre, a di si kanë thonë? Shumica e tyre kanë thonë se nëse shifet hona me një shtet krejt larg, e kanë po muslimanën në qatë vend, obligohet krejt gëlubi, krejt ruzullit toksor prej muslimanëve obligohen me agjeru muajin e Ramazanit. Pavarësisht a ka po çaj njëshi, a ka po në Turki, a ka po në Saudi, a ka po në Amerikë, a ka po kënena në Holland, kudo që ta ketë po, duhet me agjeru krejt, vjen lojmi sakt që e posh honën edhe duhet me agjeru në tana vendet e botës pastaj. Kështu kanë shumica e dietarëve të këtij mendimi thonë drejtën. Prandaj nuk është e nevojshme kur këshyhet ky mendim, nuk është e nevojshme më bësh shumë trazira, nëse për shembull do të ndal me po në Saudi, me po honën dhe pa në honën dhe na nismi me po mje në honës në Saudi. S'ka nevojë më bësh shumë më madhe për shkak se kjo është e njoftur në jurisprudencën islame. Ose tjetër e kanë po në Turki, ose kështu më radh. Dhe than, ku po mbështetemi? Na than po mbështetemi tek fjala e pejgamberit, hadithin që e patëm përmend. Kur tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, idha ra'aytumuhu fasumu, ju ose kur ta shihni honën, ju agjeroni. Nisnja, agjerimi si ta shihni honën. Pra nuk caktoi. Ky hadithi nuk e caktoi se në cilin vend, në cilin shtet. Kudo që shihet pra hona, nisnjani agjerimit, selam. Kjo është mendimi i parë i shumicës. Dhe plot të drejtën dietar fillimisht është shumicës e dietarëve. Pastaj edhe plot prej bashkëorëve e kanë po këtë më të saktën. E qartë është mendimi i parë. Mendimi i dytë, thanë na nuk po përshtatemi, nuk po pajtohemi shumë me këtë mendimin e shumicës e dietarëve, por son një herë po i përmendi pak mendimet tani u tregoj se cila është më e afërta që na hesmi me ta. Disa prej dietarëve thanë jo, nuk jena të këtij mendimit shumicës. Po çfarë jeni? Thanë na çdo njoni prej agjeron me të vendit vet. E ka po në vendin e vet, është po hona në vendin e vet, me to hec. Me to agjeron. Nuk na intereson fort a kanë po i larg dikon, bie fjala atje në Amerikë, a kanë po ose kanë po, nuk na intereson këshymi vendi jon, a ka po ose ka po. Kështu, dhe këti mendimi, Ibn Mundhiri, kur i ka përmend disa dietarë se kush janë të këtij mendimi, ka thonë se janë Ikrama prej tabiinëve, Al-Qasim, pastaj Salim, Ishaq ibn Rahuya dhe disa të tjerë ka përmend se emra dietarëve të mëdha që kanë hes me këtë mendim. E i thanë, e ju ku po mbështeteni me këtë? Tha na po mbështetemi me rastin e Kurajbit, një prej shërbëtorëve të Ibn Abbasit, i cili shkoj mja kry Ummul Fadlit një punë Sham. Këta ishin Medine. Shkoj mja kry një punë Sham. Por kur shkoj,
Fillimi i mujt e zuni atje në Sham. Atje ishte Muavija, sahabit të tjerë dhe fillimi i mujt e zuni atje. Dhe kur u kthy dhe ishte natë gjumaje, ose afër gjumajës, kur u po hona. Në gjumo dolën e panën honën. Në gjumo dolën e panën honën. Edhe ja nisën Shami me agjeru në atë zaman. Kur erdhë këtë mas një muje, gotin për fundimin e këtë të Ramazanit, kur erdhë e takoj Ibn Abbasi, edhe Ibn Abbasi i tha, kuj tha Ibn Abbasit, na tha, pa të mdolë në gjumon edhe kena po honën, ja kena nisë me agjeru. Na dhe njerëzit e kom po thonë e vetë. Unë e kom po honën dhe njerëzit e tjere kanë po edhe vetë Muavija. Muavija shok i pejgamberit, dhe shkru si wahjit, shpolljes. Tha, na kena po, ja kena nisë me agjeru. Ibn Abbasi që tha? Ja, dhe tha, na edhe sot pe bojna shtes, pe plëtsujna 30 të Ramazanit se na halesa kena po. Mërë tha, pa nuk po të mjaftën që ka po Muavija atje, në shtet tjetër. Se pe binxarin, me ka dhu shteti tjetër. Se këta thanë, këta grup djetarësh, tha një veç me po të shtetit tanë. Tha nuk mjaftën Muavija, jo të së mjaftën, tha se na kem tonën këtu veç, YouTube na tonën, ose ata kanë të vetën në Sham, në Medinë kem tonën, kështu na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo është argumenti i këtij grupit të dietarëve. Ndërsa një grup tjetër dietarësh, si disa e kanë prunë një mendim të tretë dhe ndoshta ky mendimi i tretë është më i qelluari. Ju këtu unë ja përmenda asje kur të hasnin tu, mos mu çuditë para, edhe me pas një respekt për mendimin e tjetrit kur përmendet, e qartë, ndërsa ju e moni men veç ato ma kryesore. Cila është ma kryesore? Ajo është mendimi që kanë hesur mëdhebi Shafi'i, pasaj disa djetarët të mëdhebit Hanefi, disa të mëdhebit Maliki, edhe më të saktën që këtë fjalë e ka po edhe Shejkhul Islam Ibn Taymija, edhe shumë prej bashkohorëve hesin me këtë mendim. E mendojmë që kjo është i saktë, e cili ky është se nëse shifet hona edhe me një shtet jashtë shtetit tënd, edhe nëse shifet hona me një shtet jashtë shtetit tënd, për shembull, në këtë rast rrethën tonë, bie fjala shifet hona në Shqipëri, ose në Makedoni, ose në Turqi, ose në Saudi. Edhe nëse shifet jashtë shtetit tanë shifet hona, por nuk kanë shumë dallim, nuk kanë dallim në lindje dhe në perëndimin e diellit, ose në dallime të vogla në lindje dhe në perëndim. Tanë e ju më shku larg, për shembull më shku atje në Kinë, atje bën vakia, ose në Amerikë larg, atje i ka një 2-13 orë, aso i ka vënes lindja diellit prej neve dhe perëndimi. Kështu që larg me shku jo, por edhe nëse është jashtë në shtetit tanë, më rëndësi është lindja dhe perëndimi diellit me kon i përafërt me të vendit tanë. I përafërt me të vendin tanë, dhe kjo është ma e qelluara, me thonë drejtën, për shkak se nëse këshyr me pajtimin e dietarëve është nëse lind dielli në qyshin e botës kënejna, nuk dënë të thëtë që ka fillu dita agjenimin në qyshin tjetër të botës. Të ruzullit të kësor. Pra kjo është konkluza e kësajna se kur duhet me fillu Ramazanin. Dhe ajo se, apo do ka me po çdo shtet, ajo konkluzën e prënëm se edhe nëse unë shtetin tanë, ose me një shtet tjetër, por që lindjen edhe perëndimin nuk e kanë të largët njëra me tjetën, atëherë, ku do që të shifet honën që të vende, fillohet agjerimi mujtë të Ramazanit, dhe njëherit fillohet ose bëhet edhe prishja, edhe përfundimi i mujit të Ramazanit. Këto ishin sa për hyrje, janë konkret. Ndërsa tashti, pse tema që na dikush të këtu është doshë në fillim mu të regu, po veç i kam pas të regu më herët, po tash jam si me rënd të shkullibit. Ndërsa tash të e të pyetja, se çfarë kushte do të plotësoj njeriu për mja nis me agjeru? Kushti i parë që ndoshta ky kusht lidhet më shumë me gjininë femërore, është mos me kanë gruaja për më bë obligim, për me pas obligim vajib, për me agjeru mujin Ramazanit, nuk duhet jetë me ciklin e saj,
e as me lehonin e saj. Nëse një grua ka lindë fëmijë dhe është ato ditët e para të lindjes që shkon, nuk e ka obligim me agjeru, një herët e ka të ndaluar me agjeru. Jo që se ka obligim, po e ka edhe të ndaluar. Ose një grua e cila është me ciklin e saj, ato mujor që kanë, nuk e ka të lejuar, do thot, nuk e ka obligim me agjeru, por edhe se ka të lejuar me agjeru. Haram e ka nëse agjerën. Aja në grota, përpishtë të më përboj mirë, së më për agjerë mujnë e Ramazanit, por nëse e din, nëse se din, ta leruhet, falet, agjerim s'ka kry, por gjënas, inshallah s'men, nëse s'ka djeni, për këtë shështi. Ama, si ta din, e ko haram, me, bjen haram i mbitan, Pra, kjo është kushti par. I dyti, është me bo njetë. E që shumë rëndësishme që kjo. Me bo njetin se veprat pa njetë nuk të pranuhen. Njani për shamull dënë, njani veç nuk po hanë buk, nuk po ngrandës po pinë, veç kaq, amo kur far njeti s'ka bon, ajo është baras me ty të mos ngrandë të mos pi. Por ti kish problem, për ditën që pe agjeran, ai tjetëri s'ka është problem, ai veç mundim e ka të trupit vetë, se nuk është problem nëse s'ba njetë. Njeti që ka është vendi i njetit, që ka përmen edhe imam në vijë dhe të tjerë, vendi i njetit është zemra. Nuk është pa tjetër, për shembull të vjen natën, me thonë, unë e pe baj njetë me agjeru nesër ditën, nuk është kusht, jasë është kjo. Amo ty është të sjellë në zemrën tënde dhe mendjen tënde, se nesër ke me agjeru. Nesër ke me agjeru. Po se bërë njetin, ibadet nuk ki, dhe njeti është një çdo ibadet, ujse. Ti ki bërë shumë nësë janis më falë. A do në të thotë që, veç që je dojtu, që është për dojtu është, asë se ki planin njetin që i të bo namaz. Asë, e që kërgjë, veç, hajtë, me që po baj kanë keq të adhone. A do në të thotë që ki namaz? S'ki namaz. Si në agjerim, si në sataka. Njani për shumë, hes që kur fanë, veç që jabë një të varfët, hes në rënjet, hes banjet, që të dhonë që sataka për hirtë zëtit. Heq, me mendje dhe me zemër. Po veç që ashtu e jebë, edhe kjo s'ka shumë problem. Prandaj, për më qujt ibadet, duhet me pos njetin. Allahu në Kur'an tha, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ata nuk janë të urdhëruar për tjetër, por vetëm që ta adhurojnë Allahun me një sinqeritet në zemrën e tyre. Pastaj, hadithi tjetër tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithi tjetër, por ka ajet, hadithi tha pejgamberi alayhi salam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Veprat, tha pejgamberi në këtë hadith, veprat shpërblehen sipas njeteve. Nëse ke pasur njetin për një send, cili do qoftë ai, nëse ke pasur njetin veç sa me dal emri, jo për Allah, aja del emri, ama për Allah s'pranohet. Nëse njoni ka pasur njetin edhe për agjerim, e ka pasur njetin për agjerim që veç hajt, s'jam të agjeru për hitë Zotit, se pritaj ose, po veç hajtë mësë hobëk që mësë të më të një takëshia që pa nga vëk, edhe kë, të mësë ngranë është, por shpërblim për agjerimin e ti nuk ka. Pastaj, kur jemi puna të njeti që u përmend, e para të njeti duhet, i ka dhe kë njeti vetë dhe kushte. E ajo është me kanë maspori me pos el gjezm, ose me kanë i prem njetë. Jo për shembull, valla në sonte pjanisi me njetin e si, nëse për agjeraj, po të ma mort menje, po qëllën, ata një qështë ta shë vetën. Në shëf shë vetën, nëse e shëfë vetën ti me si në disponim, e vazhde e agjerim. Nëse se shë e ngrani. A ka agjerim përsuni, ku jemi të njeti, s'ka. Nuk ka, du të pa tjetër të kesh me të prejme. Se nesër, unë e kam e agjeru. E tani që ka të ndodhë, në inshallah së ndodhë, në e farë bela, në e musibet, në e sen ndodhë, atër arsituat për sen tjetër. Pastaj, të ku jemi të njeti, duhet pa tjetër mu vequ, se qka po agjerën. Nuk ka me thonë nesër, unë e vesh agjeru shumë. Jam të agjeru obligim, farz.
Jo veç agjerim, fjala veç agjerim, nuk do të përgjithësohet këtu. Po kam jem nese, kam agjeru ditë Ramazani. Ose më fani, kam agjeru, ditë Ramazani, ditë agjerimi që kam farz. Do të me cek, jo me thonë veç hajtë, veç qëlloj agjerimi, po baj nesër. është kjo të puna e njetit. Të puna e njetit tjetra është edhe cila? Edhe ajo se me bon njetin natën ju ditën. Me bon njetin natën, kjo është mendimi shumë i isës së djetarëve që kanë thonë se pa tjetër natën dush me bon njet agjerimin. Por nëse s'ke rastisisht ka hi akshomi dhe edhe këtë halimi na muj Ramazani, nëse ka hi akshomi ti plan hiç se ki për nesër, s'ke po kur far plani s'po të sillet në kryti për nesër, por vetëm se kur u quva që flajte, s'mujtë mu jelu me punë e sene, kur u quva nesër masi që ka lindjele ose në kohën kur i ka hi kua sabahit, po thu, se pas në bo, pe bajnë hajtë, pe qëtash pe bajnë njetë me agjeru, s'prani vetë. Do të pa tjetën natën, kur ti hin kuha akshamit, deri sa ti hin kuha sabahit, brenda qësoj kuhe, gjithçysh duhet me bon jetë, për ndryshe agjerim nuk i, edhe të tjera fletim për tash këtu t'jem këtë pikë, por mbesin për herën e ardhshme. Lusmi Allah të na fal na mëshiron, lusmi Allah azza wa jalla me pejgamberin xhenetën e takon, walhamdulillahi rabbil alamin.